Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se vendi mund të hyjë në një cikël zgjedhjesh të përsëritura parlamentare, nëse partitë politike nuk arrin marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të shtetit. Duke folur këtë të mërkurë më 22 prill, Kurti theksoi se mungesa e konsensusit mes forcave parlamentare mund ta shtyjë Kosovën drejt një situate institucionale të bllokuar, me pasoja të përsëritura politike dhe financiare. Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve të reja jo vetëm që nuk do të zgjidhte krizën, por mund të çonte edhe në një zinxhir procese zgjedhore dhe në kosto të larta për buxhetin e shtetit. Dhe nëse shkojmë në zgjedhje të reja, nuk do të kemi zgjidhje. Meqense sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja, e pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja, meqense unë nuk e di se si mund t'i kemi 80 deputet. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit skadon më 28 prill. Në rast dështimi, vendi detyrohet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh. Përpjekjet e fundit për kompromis kanë dështuar, pasi opozita ka refuzuar ofertat e kryeministrit për ndarje postesh ekzekutive dhe institucionale. Liderët e PDK-s dhe LDK-s i kanë konsideruar propozimet e vetëvendosjes të papranueshme dhe të pamjaftueshme për arritjen e një marrëveshje politike. U tha që nuk bën vetëvendosje etiket të tri pozitat. Po ja pros, po e kemi kryetarin e kuvendit. Jo po vetëvendosja s'duhet ta ketë presidentin. Po le të ma gjeni njëri më të mirë se Glau Konjufsa që i ka mbi 318.000 vota. Situata mbetet e paqartë, ndërsa afati kushtetues po afrohet me shpejtësi dhe mundësia një marrëveshje politike duket ende e largët.